Kablot elektrike dhe ato të shërbimeve të internetit që varen si rrjet merimange në shtyllat elektrike, fasadat e pallateve dhe hyrjet e banesave të qytetit të Lushnjës vijojnë të jenë një shqetësim për qytetarët. Në shumë zona ato ndodhen shumë pranë tokës, duke krijuar rrezik për kalimtarët dhe duke dëmtuar pamjen estetike të qytetit. Banorët shprehen se prej kohësh kanë kërkuar largimin ose sistemimin e tyre, por situata është përkeqësuar, pasi janë shtuar linja të reja pa një organizim të rregullt. Ndërkohë kablot e papërdorura kanë vite që qëndrojnë të lidhura në shtylla dhe mure pa kryer asnjë funksion. Në lidhje me këtë problematikë u ndal edhe kryeministri Edi Rama gjatë eventit për modernizimin e infrastrukturës nëntoksore në zonat urbane. Ai deklaroi se qeveria do të fokusohet në sistemimin e kablove ajrore dhe eliminimin e strukturave të improvizuara, që sipas tij dëmtojnë pamjen e qyteteve dhe pengojnë zhvillimin urban. Të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdën e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm dhe faktikisht, siç e tregon edhe inventari i bërë, pjesat dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes.